Për mua, të gjitha çështjet janë të dorës së dytë ose të tretë, krahasuar me marrëveshjen që na duhet. Prandaj, edhe nëse bëhen aksione të këtilla kundër meje, unë nuk jam këtu për veten time. Unë jam këtu për Republikën e Kosovës. Dhe kërkoj që edhe të tjerët të ulemi bashkë dhe për Republikën e Kosovës të bëjmë marrëveshje. Nëse gjuajtja me vezë dhe goditja e sakos dhe pantolonave të kryeministrit nga vezët që i hedh një deputete, është çmimi që unë duhet ta paguaj në mënyrë që ata të ulen dhe të bisedojmë bashkë e të dialogojmë, jam i lumtur ta paguaj këtë çmim. Vetëm le të vinë takim, vetëm le të ulemi, le të bashkëbisedojmë. Unë nuk ankohem që ata hedhin vezë, unë ankohem që ata s'duan të takohen. A ju kujtoj vetëm?